Shikuesor News, ju përshëndes. Jemi së bashku si çdo ditë me muaj Sërsula për të njohur parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Alpet, Gëdishulli skandinav dhe pjesa Europës lindore paraqiten me re shishiu dëbore dhe erë, ndërsa pjesa tjetër e Europës, përfshirë këtu Ballkanin edhe Gëdishullin Apenin, pritet me motë të kthjellë dhe temperatura të larta. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteo, paraditja paraqitet me kthjellime, ndërsa pasditja vjen me vranësira kryesisht në jug të territorit shqiptar. Temperaturat do të luhaten nga 2 deri në 21 gradë Celsius, era fryn jug perëndimore me një shpejtësi 28 km/h, duke krijuar kështu dallgëzim të ulët. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit të Europës për ditën e nesërme. Ishujt britanik dhe Gëdishulli skandinav do të pritet me re shishiu dëbore nga cikloni Islandës, ndërkohë Alpet me rebeshe dhe erë, ndërsa nga ana tjetër pjesa e Ballkanit, brigjet e Egjeu do të priten me motë të kthjellë dhe shumë të ngrohtë. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteo, paraditja pritet kryesisht tek kthjellët, ndërsa pasditja vijon me vranësira dhe shira lokal kryesisht në lindje, ndërsa zonat bregdetare do të mbeten me diell. Temperaturat do të luhaten nga 2 deri në 22 gradë Celsius, era fryn me një shpejtësi 30 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 2 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteo për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.